Ka momente në jetë kur gjithçka duket e errët, kur ndihesh sikur çdo derë është mbyllur dhe çdo njeri është larguar. Zemra të dridhet, shpirti të rëndohet dhe brenda teje lind pyetja: pse më Zot? Por pikërisht në ato çaste, Allahu është më afër se kur. Ai të sheh, të dëgjon dhe të pret. Ai nuk të haron, por të sprovon, që të zbuloj forcën që ke brenda. Mos e humb shpresën, sepse çdo lot që bie është një lutje që ngrihet drejt tij. Dhe çdo dhimbje që duron është një mëshirë që po të përgatit për një mirësi më të madhe. Drita vjen pas stuhis gjithmonë. Vetëm beso.